Këshilli për etik në media në prag të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare do të bëjë thirrje që gjatë mbulimit të fushatës parazgjedhore media të mbajë llogari për respektimin e standardeve boshtë të gazetarisë, për një informim të balancuar e të saktë, që nuk kupton heqjen dorë nga senzacionalizmi, gjuha e urrëties apo ajo që në kuptimin negativ emërtohet si gazetari spekulative. Këshilli, sipas kryetarit të komisionit të tij për ankesa, për tejkalimin e kësaj shqipton masa apo vendime morale e etike, por të njëjtat vështirëse publikohen. Sikurse e dëgjuat, brenda një viti ka pasur rreth 50 raste të ankesave. Ti okolo 50 na žalbi, reći jedna tretina su odnesuvat na zagroženi čovečki prava, na govor na omraza, potiknuvanje na nasilstvo i diskriminacije po razni osnovi, bilo da je nacionalna, verska, rasna, polovna, socijalna, seksualna orijentacija, politička, jazična. Ima žalbi za objavljivanje na neprovereni informaciji, bez konsultiranje na 2 ili poveće izvori, za nepočituvanje na privatnosta se mešaat fakti, bistrenja, vesti i komentar. Ndërkaq, duke folur po në këtë temë, profesor Sefer Tahiri tha se Këshilli për etik në mediat në Maqedoni synon vendosjen e respektimit të kritereve profesionale nga ana e gazetarëve, por edhe mediave në përgjithësi. Seferi tha se shkelen shtyllat kryesore të kodeksit të gazetarëve, duke filluar nga moszbatimi i parimit se informimi duhet të jetë i balancuar. Kjo do të thotë se shpesh gazetarët mjaftohen vetëm me njërën anë, me njërën palë, pra me njërin burim. Shkelja tjetër që bëhet është teneni 13, ku nuk dalohet lajmi nga komenti apo fakti nga mendim. Dhe ne shpesh, u bëjmë me dije mediave që t'i përmbahen parimit themelor të kodeksit, që është parim themelor edhe i kodeksit të Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve, që të mos diskriminojnë njerëz që kanë qëndrime të ndryshme politike dhe të bëjnë një balans midis konkurrencës së ndershme dhe solidaritetit profesional. Në takimin e sotëm me studentët të Universitetit të Evropës Juglindore, po ashtu nënvizua se për ngritjen e cilësisë së mediave në rrafshin e informimit, një rol të rëndësishëm do duhet të luante edhe çdo lexues apo televizionist. Atëherë kur vërehen se një media nuk përfill standardet e profesionit, Këshilli për etik në media është edhe në shërbim të tyre.